Kamerat e sigurisë të sistemit Safe City janë vendosur aktualisht në 3 lokacione në qytetin e Tetovës. Komuna ka vendosur edhe shenja paralajmëruese, të cilat janë në 2 gjuhë, maqedonisht dhe shqip. Megjithatë, disa shenja në autostradën Tetov-Shkup dhe Tetov-Gostivar ende nuk janë 2 gjuhëshe. Një sfidë tjetër në qytet mbetet semafori në bulevardin Ilinden, afër Universitetit të Tetovës. Ky semafor nuk ka kursi të posaçme për kthim majtas ose djathtas, gjë që shkakton gjoba për shoferët që presin në udhkryq, duke u konsideruar si kalim në të kuqe. Profesori i komunikacionit Agim Neziri thotë se në Tetov ende nuk janë pjekur kushtet për të funksionuar ky sistem. Marrim fakt për shembull udhkryqin e parë që kemi këtu te Universiteti të Tetovës, këtu me të vërtetë është duhet të ndërhinjë edhe policia rrugore, por edhe Ministria e Transportit për rregullimin e nijeve ose kiqeve që ekzistojnë. Se ka pengesa, ka ankesa për qytetarëve për të asaj se mos respektimi i shenjave dhe dhënia përparësisë në anën e gjatë shkakton shumë mangësi. Nga komuna e Tetovës thonë se disa shenja janë vendosur tashmë dhe të tjera do të vendosen së shpejti. Tek udhkryqin pranë universitetit ata planifikojnë të vendosin një semafor të ri, ku kthesa majtas do të ketë kursi dhe semaforin e posaçëm. Fillimisht janë vendosur në pikat ku është Safe City. Këtë javë domethënë dhe javën e ardhshme do të vendosen edhe në pjesat të tjera të qytetit. Sigurisht ka disa lëshime të cilat janë bërë në fillim të projektit, por jemi duke intervenuar që të përmirësojmë. Sigurisht aty duhet të gjendet një mënyrë më e mirë që përmirësohet kjo. Tani jemi në fazën e tenderimit ku do të jetë me 2 faza, faza nga ana e majtas që do të mund të lëvizin qytetarët dhe nga ana drejt në vazhdim. Problemi veçantë paraqitet edhe në hyrjen në autostradën në Tetov, ku shpejtësia fillimisht është 120 km/h dhe pastaj ulet në 100 km/h, ndërsa kamerat nga Safe City ndodhen menjëherë pas shenjës, duke mos lejuar kohë mjaftueshme për uljen e shpejtësisë.